pse jo ma herët? Ne gjithmonë kemi ngrit çështjet e politizimit të sektorit të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes nga ish-kryeministri Kurti. Kjo është dokumentuar me video në shumë intervista e përmendur që ka politizuar. Në fushatën e fundit elektorale, jo të 28, po të shkurtit, ai ka politizuar gjithashtu FSK-n duke bo video elektorale në një dhomë ku janë montu armë dhe municioni një të në vend, gjë që është komplet kundër standardeve të NATO-s. E kom ngrit këtë çështje disa herë. Çështja e fabrikës municionit, në një prej intervistave të fundit, bile në debat kom qenë me një prej kandidatëve të vetëvendosjes, ku e kom ngrit çështjen e fabrikës municionit dhe dyshimeve që nuk është tu u bo ashtu që është duhet sipas standardeve, sepse ekziston një proces i definum, kemi nevojë me rishpiku i të vlum, vendet e zhvilluar me partner tonë strategjik, mas pari rregullojnë me ligj industrinë e mbrojtjes. E mandej ka shumë standarde teknike, se si fazat në për cilët duhet kaluan, filtrat, testimet e kështu me radhë, bashkëpunimi shtetëror me kompani private të cilat duhet kaluan për proceset vettingut, është shumë proces i kompleks dhe merr kohë, kështu që nuk është që nuk e kemi ngrit më herët, dhe po vazhdojmë në kuadër të çështjeve që kemi ngrit më herët, po vazhdojmë ngrit duke shpresuar që përfundimisht të ndalojmë politizimin e sektorit vital të shtetit. Sa i përket dronëve, ne mirëpresim çdo iniciativë inovative prej sektorit privat në Kosovë. Mirë po, çështjen që jemi tu e ngrit ka të bëjë kryekëput me ish-kryeministrin dhe këtu janë dy probleme të mëdha. Njëri problem është se qysh ka përkra një iniciativë pa e verifiku vërtetësinë e iniciativës, dhe nëse dronet ushtarak me të vërtet janë funksional dhe operativ, qysh ai ka pretendu dhe ka thonë edhe në qëndrimet të tia të publikume në Facebook, e mandej në video, kur ka qenë adet me preshiritin e kështu me radhë, po problemi tjetër alo më i madh është qysh ka propagandu me një rast të tillë për t'i mashtruar qytetarët me mendu se sektori i industrisë së mbrojtjes në Kosovë është shumë më i zhvilluar se sa në fakt që është. E po e shohim ku jemi. Këto janë probleme që na po ngrisin. Përbes ju, nëse shkoni me mua, nuk po flas si ekspert i fushës sigurisë të mbrojtjes, një individ që ka qenë në ballë të çështjeve të sigurisë të mbrojtjes, edhe si ekspert më parë, edhe tash si pjesë e PDK-s dhe kryesisë PDK-s dhe kabinetit qeverisë së SMIR e kështu me radhë. Dhe nëse shkoni me i po të gjitha paracitit e mia publike, të gjitha çështjet që kemi ngritur si PDK në vitet të fundit, janë konsistente. Konstant kemi thonë që sektori i sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes është duke u politizuar dhe kemi dhënë raste konkrete, që shi përmenda rastet ka dhe rastet të tjera, se sot s'kemi kohë të trajtuar gjitha projekt ligjet, strategjinë kombëtare të sigurisë. Të gjitha kanë pas probleme thelbësore, përmbajtësore, si kanë ndjek procedurat, se si duhet draftu, nuk kanë pas buxhet, nuk kanë pas planet veprimit, janë përdor kryekëput për propagandë dhe janë tjetërsu komplet proceset shtetërore. Sektori i sigurisë së mbrojtjes, për dallim prej sektorëve tjerë, nuk guxon me pas kur nuanca politike. Dhe këtë po e themi. Shqetësimi jonë nuk është me sektorin privat. Sektori privat ka të drejtë me pas start-upe, ka të drejtë me u zhvillu, ka të drejtë me dy përkraje, fonde e kështu me radhë. Dhe ne nuk po mirrim me atë pjesë. Ne po e trajtojmë çështjen qysh një ish-kryeministër ka propagandu, mas pari nuk e ka dështu ekipi i tij me verifiku vërtetësinë e projektit, vërtetësinë a është ky dron ushtarak, a ju është operacional, ai ka kalu standardet kështu me radhë. Ata kanë dështu komplet, domethënë, ose kanë dështu, ose e kanë ditë, s'kan tregu. Ajo nuk është çështje për neve. Çështja për neve është që kryeministri i vendit ka bo propagandë me diçka të pavërtet në fushat elektorale, i ka lajthit qytetarët, e ka politizu, ka vazhdu për të satën herë me radhë me politizu sektorin më vital të shtetit, dhe mendojmë në këtë rast kemi argument që me kërku prej heddojësisë në muan e çështjen. Besoj që qëndrimet ka shi procesit të zgjedhjeve i keni shumë të qarta nga kryetari Bedri Honza, të cilat i ka bërë të gjitha publike, dhe ne do të presim për përfundimin e krejt numërimit, rinumërimit, përpara se të marrim vendime për hapat e radhës. Për ndryshe, për me u kthy temës, te ministri i mbrojtjes, prap edhe këtu vlen të çështja e numërimit,
duhet të përfundoj gjithë procesi që Partia Demokratike e Kosovës të evoluoj me vendimet e rodhës, karshi vendimeve të cilat i ka bërë publike kryetari Honza ditëve të fundit, ndërsa sa i përket kredibilitetit të ministrit, edhe që kredibiliteti i ministrit ka filluar më dëmtu shumë më herët, kur ai veç ka ndërmarrë veprime të cilat nuk i kanë ndihmuar sektorit të sigurisë dhe mbrojtjes, edhe këtu muj me përmend nimoritë të tëre, keq menaxhimi i buxhetit, na kemi ngrit këto çështje, se u ngrit edhe më herë çështja e kemi ngrit këto çështje në vazhdimsi, sa herë është aprovu buxheti i ri, kemi bo analiza të detajuara për buxhetin paraprak, kemi tregu qysh nuk po menaxhohet si duhet, qysh nuk planifikohet si duhet, qysh bëhet bartja e buxhetit, qysh ka ndështu në kontrata shumë të thjeshta si që janë ato të veshmbulljes së ushqimeve, do thonë në sana shumë bazike ka ndështu e madje ka ndështu edhe me e zhvillu dhe me zbatu procesin e transformimit të FSK-s, ka shqiplanit dhe vjeqar në partneritet me aleatët ashtu siç ka qenë i planifiku, më shumë i marë me propagandë, me çështje propaganduse, siç është për shembull rasti i dronëve, siç është rasti i fabrikës municionit, fondit sigurisë që sot a ditë nuk e di sa të holla janë mbledh dhe cilën e fshehin propa çështjeve sekrete, po fondet e mbrojtjes e kemi theksu disa herë në intervista që nuk janë sekrete, forma si realizohen operacionet e mbrojtjes në sekrete, po fondet nuk janë sekrete, prandaj kemi shumë skandale në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes dhe mënyrën që kanë politizuar, të cilat meritojnë transparencë. Lisa, faleminderit shumë. Koleg, faleminderit shumë. Faleminderit.